e cila këtë skenën politike deri në këtë pikë, domethënë është edhe interesi, euforia, ambicet e saj politike për të ardhur në këtë pikë, domethënë nëse që kam qujtë edhe shpesh momentumi i vjosa. Po ato dy të parat janë më të fuqishme. Tani kur kemi hyrë në një fushatë e cila kam thënë që është shumë e plagësht, është e zbeht, domethënë. Në një anë e kemi lëvizjen vetëvendosje, e cila është në një comfort zone e strukturuar, mirë, bukur, me këtë resurset që i ka shtetënore, nuk ka tipet përqarjesh të brendshme gjana si këto që mund të atrazojnë nga brenda. E kemi një LDK e cila po don me nis diçka të re. Apo shfrytëzohet momentumi, se përmendet momentumi. Po Vjosa Osmani akoma është me mlef, domethënë, në deklaratat e saj. Do të fushata e saj është më shumë mlef se sa ofertë, Edhe që në fillim, kur kam thënë këtu se dalja asaj si presidente, domethënë për dalë listë si presidente, e minon ofertën politike, sepse çka i ofron ti qytetarë, nëse tu dalë, çfarë garancë, çka ofron ti, ti shkon president, çka realizon ti atëherë. Ti qytetari ose votuesi LDK-s ka të drejtë me Abdixhikun bashkë, si me kandidatin për kryeministër. Partia tjetër PDK-ja, domethënë që është partia më e fuqishme opozitare, është në një lloj autodefanzive për shkak incidenteve që ndodhen në Skenderaj, domethënë me Incidentet Skenderaj kanë shkaktuar një autodefanzivë. Po, në mendoj që po, se janë domethënë ata edhe para asaj e patë nisë në mënyrë shumë të plagësh, se shiko ti po shkon në zgjedhje, po nuk po din me formulu një ballon të madh teorik se pse po shkon. Edhe pse të shkon zgjedhje, pse Albini po e bën këtë gabim, pse 51.1% që i Albinit nuk është i mjaftueshëm për të bërë institucione, po do s'ka arrit me bëu këtë shpjegim deri sot. Domethënë, për momentin në pozitën më të, si më thon, disfavorshme politike është PDK-ja sot. S'po mund me marr veten kurse se, domethënë, ka filluar një farë fushate derë më derë, po nuk shoh, ka filluar takimet e mëdha. Normalisht ata i kanë dek strukturat, është parti e strukturuar, nuk them që edhe i ka resurset, financat, ka qenë gjatë kohë, por është parti e cila blen më shumë nga i gjithë, si më thon, gjatë fushatës orë të cilat janë të parapame për marketing politik, i takojnë PDK-s, domethënë, sepse ka resurse. Po në këtë situatë, pra këj nuk di çka them vërtet. Nuk shoh shumë.